Atëherë faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj, për konsistencën edhe tuaj në përcjellje të përpjekjes së 15 për konstituimin e kuvendit dhe përpjekjen e 5 për të votuar një komision për procedurë të votimit të fshehtë të deputetëve të kuvendit për zgjedhjen e kryetares së kuvendit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Po shihet që përderisa po vazhdon kjo përpjekje çdo 48 orë, në anën tjetër po vazhdojnë disa përpjekje jashtë kësaj ndërtese me mandat të deputetëve të kota, të pasuksesshme për të ndërhyrë procese të cilat shumë thjesht do të mund të kanalizoheshin dhe merrej vendimarrja e mirëfillt brenda kuvendit të konstituar, siç e pa me përpjekjen e dështuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të ndikuar tek tërheqja e vendimit të zyrës së rregullatorit për energjinë, një përpjekje e cila është përkeqardhje, kur dikush megjithatë përvojë në legjislativ edhe në ekzekutiv, nuk e kupton saktë ose nuk e ka të qartë vendimarrjen e një organi të pavarur ose rregullatorit të energjisë. Kjo është për fatkeqësi jo vetëm për formën se si po zhvillohet dinamika e vendimarrjes jashtë kuvendit, por edhe për vendimarrjen për brenda apo mos vendimarrjen e mos pjesëmarrjen e këtyre partive në proces të votimit. Tani tek pyetja juaj konkrete, po, Kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim, nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Zgjidhja është shumë e qartë. Ne kemi dhënë atë propozim, e kemi trajtuar në diskutim edhe me përfaqësues të partive politike kur kanë marrë pjesë dhe në takimet konsultative kur i ka ftuar kryesuesi i seancës zotri Dehari, pastaj edhe kryeministri Kurti ka dërguar ftesë 2 kryetarëve të partive, edhe Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike për të njëjtin proces. Nënkuptohet që nënkryetar kanë 3 grupet më të mëdha parlamentare, në këtë rast i bie kryetarin dhe nënkryetarin Lëvizja Vetëvendosje dhe 2 nënkryetar tjerë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike. Prandaj, ai propozim është themi në tavolinë dhe ai do duhej të trajtohej me seriozitet në mënyrë që të fillon pastaj rrjedhja e fateve për votimin e qeverisë. Që me ecë proceset për para, edhe mos me qenë që këtë kandidatet moshit për kohën, që po e dim që përqemë duke ardhë, me dëgju që po ndërprejhet edhe me vazhdu me posë që ka përkullot të këtë fatë. Po, nëse mendoni se edhe për ne është arktuse kjo punë, dijeni se nuk është, e shohim vetë, të gjithë kemi mbetur peng të një afati, i cili është i përcaktuar me rregullore të kuvendit, por në asnjë rrethon askush në një farë forme nuk e mendon se është situatë normale në të cilën ne duhet të bëjmë përpjekje të njëjta apo të vazhdueshme. Qëndrimi për të ndryshuar është i atyre që nuk po marrin pjesë në votim. Dhe unë shpresoj që kjo edhe do të konfirmohet, tashmë e dim megjithatë në mënyrën se si ishte shkruar kërkesa e një grupi parlamentar, të cilët nuk kanë nënkryetar të kuvendit, në këtë rast Aleanca për Anëvrinë e Kosovës për gjykatën kushtetuese, është e tillë që mund të mos jetë e pranueshme, megjithatë i takon gjykatës të deklarohet për atë kërkesë, por që është shumë e rëndësishme të dihet roli dhe funksioni i secilit. Unë nuk e di pse prapë po e ritheksoj cili është misioni atyre që vinë edhe nuk marrin pjesë në votim. Për arsye se vota për, kundër dhe abstenim është votë e cila është e përcaktuar qartë me gjykimin e gjykatës. Për këtë seancë, do të thotë për seancën konstituive. Ne vazhdimisht po e konstatojmë mungesë të quorumit, apo e shohim që nuk është ashtu. 115 deputet ishin, vetëm 57 kanë marrë pjesë në votim. Që i bie që drejt për drejt sot ka mund të ndryshohet kjo situatë. Nëse ata do të merrnin pjesë në votim me deklarimin e tyre për votën për kundër apo për abstenim.
Në fakt, ne jemi duke votu për zonjën Haxhiu, që këto 5 seancat e fundit, po të kalojmë prej kësaj situate. Do të thënë bllokimi. Mirë, po pajtohem që ata mund të mos pajtohen me votimin e fshet, mund të kenë mendim tjetër. Edhe pse votimi i fshet mund të sillte një rezultat tjetër, po një rezultat tjetër për arsye se sipas edhe prezantimit edhe vullnetit të deputetëve të partive tjera, tregohet që ata nuk kanë kundërshti në raport me kandidatin, që nuk do duhet kishin as të tjerët, për arsye se nuk mund të përcaktosh kandidatin partisë fituese në zgjedhje. Ata po kërkojnë këtë. Njëjtë sikurse po e ripërsërisim për të 10ën herë që edhe ne nuk do t'i përcaktojmë kandidatët partive tjera për nënkryetar të kuvendit. Prandaj ata po e tregojnë mosbesimin në proces dhe në deputet të tyre. Nuk po e tregojnë ata besimin në një proces i cili do e zgjidhte tek këtë ngërç dhe do të fillonim të merreshim me probleme të cilat me të vërtetë na takon të merremi dhe për cilat kemi kërku votë. Mu çka unë mund të deklaroj në këtë rast, ose çka më është e qartë për mua në këtë moment, është që ka vullnet për të votu zonja Haxhiu nga përfaqësues të subjekteve të cilët nuk do e bëjnë këtë me presionin e subjekteve të tyre. Në rast se të gjitha subjektet janë të bindur për votën e deputetëve të tyre, nuk duhet kishin asnjë problem për këtë proces votimit. Pastaj ekziston edhe një mundësi tjetër, që e kemi thënë edhe atë, nëse kanë kundërshti me procesin, le të kryhet si procedurë dhe pastaj le ta kontestojnë kudo që njëjtë sikurse e kontestuan tani këtë fazë të procesit në gjykatën kushtetuese. Po Marigona. E pesta, po. E pesta ose e gjashta, Mirë. Atëherë, tashmë po e shihni ju që deputetët nuk po votojnë për formimin e këtij komisioni. Pse nuk po kalojnë sërish te propozimi i kandidatës për kryetar të vendit? E fakt që ka deputetë që kanë presion për partive tjera dhe opozicionit. Partisë së vet. Okej, po dhe po e po ta fjalën për gjitha partitë tjera, deputetë e partisë tjera. Po tash çfarë deputetësh janë ata që friksohen me marrë vendimin vetë para kuvendit të Kosovës, ata le të bëjnë vetë përgjegjësinë e tyre. Nështë është muaj me këtë propozimi, apo pse s'ka bëjnë këto? Për arsye se kemi mbetë në një pikë të rendit të ditës, në të cilin po konstatohet mungesë e kvorumit vazhdimisht. Po them edhe një herë, edhe para 2 dite, 48 orë më herët këtu e kam përsërit. Le të votojnë kundër, sot kanë mund të argëzojnë këtë propozim. Sikur të merrnin pjesë në votim. Kjo pikë duhet të kalohet. Nuk mund të ngjecim në këtë pikë. Do të thënë, sikur të fillon diçka tjetër, ato do të jetë ndryshimi i rendit ditës pa një përmbyllje të kësaj pike. Po megjithatë është pikë e cila është vendosur nga ju, jo nga është vendosur nga kryesuesi i seancës, nuk është vendosur nga unë, as nga ne, është vendosur nga kryesuesi i seancës me një vendim që mund të lehtësohet votimi ose vendimarrja në një procedurë e cila edhe parashihet, edhe me rregulloret e kuvendit, edhe me procedurat të cilat janë të parapara me gjykim gjykatës kushtetuese për seancën konstituive. Po ftesat nuk i ka dërgu kryeministri Kurti, i ka dërgu presidentja Osmani, prandaj formatin e takimit e ka caktu presidentja dhe në atë format besoj që ka ftu drejtuesit e partive politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës apo koalicionet në grup siç janë listuar pranë Komisionit Qendror Zgjedhor me pjesëmarrje në zgjedhje. Prandaj ai format është i përcaktuar nga zyra e presidentes dhe në atë format merr pjesë edhe kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes, vetë vendosin si përfaqësuesi deputetëve dhe natyrisht i listës së përbashkët me cilën kemi garuar. Nismën e përfaqëson besoj zoti Haradinaj në këtë takim në rast se ka shkuar në atë format të ftesës. Zyra presidentës ka thënë për legislaturë për çështjen e kryetarëve, nuk është
procedurës në kuvend. Po, negociatat politike nënkuptohet që janë në mes të subjekteve politike për qeverisi, nuk ndodhin ato në zyrën e presidentes. Diskutimi për zhbllokimin e situatës për seancën konstituive, jo për, do të thënë, proceset që do pasojnë. Okej, ju falenderit shumë.